Egli Tako, ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania, ka reaguar për herë të parë pas shqetësimeve të ndjekësve lidhur me gjendjen e saj emocionale. Ajo theksoi se nuk ndodhet në ndonjë spital psikiatrik dhe se është e rrethuar nga njerëz që e mbështesin. Një postim i saj në Instagram ka shkaktuar një valë reagimesh mes ndjekësve që kanë shfaqur shqetësim për gjendjen e saj. Ndihem e trishtuar dhe e ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo diçka të ngjashme. Kam njerëz pranë që po investojnë gjithçka kanë, që unë ta rimarr veten, shkruan Egli, duke falendëruar ndjekësit për mbështetje. Në reagimin e saj, ajo nuk ka hezituar të ndajë ndjesitë e saj të brendshme, duke përmendur se përjetimet nga loja brenda shtëpisë së VIP ishin të vështira për t'u menaxhuar. Egli ka shprehur se e ka pasur të vështirë të distancohet emocionalisht, ndonse po punon vazhdimisht për ta menaxhuar këtë situatë. Ajo gjithashtu i është referuar deklaratave të gjestit, duke theksuar se disa sjellje kanë shtuar tensionin për shkak të reminiscencave të kaluarës. Nuk dua të jap më shumë detaje, sepse dua që të flas për të mirat dhe të mbaj për vete të këqijat, shkruan ajo, duke treguar se përkushtimi për shëndetin e saj mendor është prioriteti i saj kryesor. Për shumë ndjekës, kjo mund të ketë qenë një situatë e ngjashme me atë që ndodhi më parë në botën e reality show-ve, ku presioni emocional dhe tensioni janë të pranishëm. Egli ka ndarë me ndjekësit se ndonse është e ngarkuar, ajo po punon për të gjetur përmbushje dhe forcë brenda vetes. Parë nga perspektiva e saj, kjo është një udhëtim i vështirë, por i nevojshëm. E kuptoj që ky proces kërkon kohë, por kam besim se do t'ja dalë, ka shtuar ajo, duke theksuar rëndësinë e vet pranimit dhe mbështetjes nga ata që e rrethojnë. Në një kohë kur shëndeti mendor është një çështje shumë e diskutuar, historia e Egli Tako është një kujtesë e rëndësishme për të gjithë ata që ndihen të ngarkuar emocionale. Në fund të mesazhit të saj, Egli shpreh mirënjohjen për gjithë mbështetjen e marrë dhe thekson se po punon për të gjetur forcën brenda vetes për t'u rikthyer në rrugën e duhur. Ajo ju bëri thirrje ndjekësve të vazhdojnë ta mbështesin, duke inkurajuar ata që të kujdesen për shëndetin e